Arsenal, që ka trashëguar pe sistemit, ndërsa djem me ato pak armë që kanë mujt me deportu, duke falenderu qytetarët dhe shtetin e ndonë shqiptar që është Shqipërinë, për me ardhte më mira për Kosovën, sepse ne i kem borxh alo shumë njëri tjetrit. Domthonë, unë shpesh e them në gjitha mediumet, Shqipëria e kryti misionin e vet gjatë luftës në Kosovë, për luftën e Kosovës, asa ka pas mundësi, mas aty në tranzigrave, por Kosova duhet ta kryejë një mision tjetër që është e kry ndihmën ekonomike me turizmin që e bën Shqipëri. Domthonë që duhet ta kem primar, sepse ne veç këtë mënyrë i ndihmojmë njëri tjetrin, sepse turizmi është një pi industrive më të fuqishme globit. Zoti Selishta, me që jemi tek pjesa e komandantëve që ju e cekët pak më lart, do ju pyes jo për ata që janë hak për momentin, por për ata që janë në Kosovë. Fakti që Haradina edhe Limaj tregojnë më shumë predispozitet për formimin e institucioneve të reja, ju e shikoni si përgjegjshmëri apo si pazar? Nuk di te këto, unë e kom jap një opinion temin, edhe ashtu e kom pa edhe kom dje, edhe menoj që është e drejtë që nuk isha nalë të Lima se të Ramushi, po isha nalë të Zotri Bedri Hamza, të partia e dytë opozitare më e madhe, e para opozitare më e madhe, sepse nëse Bedri Hamza do të ishen pjesë e qeverisë dhe kryeministër, është përfitimi dyfish për Kosovën. Është përfitimi që është njësi mirë përballë inflacionit që ka ndrysh momentalisht Kosovën, për inflacionit që është në rritje të shpejt, edhe nuk ka rritje të paga paralelisht me inflacionit që e ka rrethu Kosovën, edhe e dyta bjen, po nëse është Bedri Hamza, edhe presidenti Trump i Amerikës është një lidhje më direkte mes veta, mes dy qeverive, organizimi i mirë është edhe organizimi i lehtë. Pra një lidhje Trump-Hamza se sa Trump-Kurti. Po, siç po shihet Kurti këto nuk ka vullnet me kriju qeveri. Sepse po të kish pas vullnet e kish kryu fazën e parë. Po në prapasken, zoti Selishta, çfarë flitet për ndërkombëtarët? Kto kanë fjalën më shumë për ambasadën amerikane në Prishtinë. Pse ka një pasivitet, duket një tërheqje e butë në këtë aspekt? Jo, nuk është tërheqje e butë, po fatkeqësia e jonë edhe Kosovës që në këtë periudhë nuk ka ambasador, ambasada e Kosovës në Kosovë, të akredituar. Ish ambasadorit ka kalu mandatin, nuk është në Kosovë, tash ambasada funksionon me zyrtarë që ka brenda ambasadës, po nuk ka ambasador të akredituar, që kryjnë punën e vetë. Sepse në kalumën, ambasadori amerikan ka qenë ai fjala ati kyçe që ka zgjidhur problemet. Dhe kem ambasadorin Jacobson ose ambasadorin Dell që ka t'i kalu disa sfida mes vetit që kanë qenë mes opozitës dhe pozitës, edhe ka t'i kalu dhe ka zgjidhur. Sepse ato kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë miq, ose mos them më shumë se ne vetë shqiptarët e dojnë shtetin e Kosovës. E kanë dëshmuar që me punën e vet i kanë kryer dhe kanë bërë zgjidhje të mira për Kosovën. Asa kanë pas mundësi. Domethënë, në kohën e luftës na kanë ndihmuar me ushtri, ndërsa pas luftës me shërbime që janë shumë të nevojshme, ngritjet kapaciteteve, po dhe kur ka pas probleme ngërçe politike, edhe aty kanë ndërhyrë dhe kanë zgjidhur në të mirë Kosovës, që në të mirë të dikujt tjetër, po në të mirë në Kosovës, sepse ne shqiptarët kem nevojë të ruajmë miqt. Mos e harrojmë luftën e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas luftë mes Japonisë edhe Mekë kanë pas Kinën. Domthonë, sot mes shqiptarëve dhe Japonisë është një politikë tjetër, jam miq e nuk jam miq me Kinën. Urojmë që mos ta kem njëjtin fat edhe në Kosovë mes Serbisë e Amerikës e Kosovës e Amerikës, mos ndrohet në njëjtin rol. Na ju thoni që mos vin dita që na trahtojnë për Serbinë. Nuk po them që na trahtojnë, po ne kemi tradhtu politikën tonë. Ne nëse e refuzojmë miqt, ne nëse që 4 vjet kemi qenë refuzues përballë amerikanëve, nëse vazhdimisht e refuzojmë një mik të mirë, cila ka qenë përgjigje e mikut përballë mikut. Atëherë ultimatumi që mund t'i vinte Kurtit në këtë rast nga SHBA do të ishte një goditje e madhe për gjithë Kosovën. Unë e kam këtë frikë sepse
secili mik i ka interesat edhe ndihmën që ofron mikut. Për atë shkollë sa që pranon me pas mik. Në momentin që nuk pranon me pas mik, atëherë secili zgjidh rrugën e vet. Ta kem parasysh, mos harrojmë që edhe me Turqinë kem pas luftë, po periudhën e luftës i kanë ndihmuar maksimalisht Kosovës dhe shqiptarëve. Edhe tash, edhe me Turqinë ne duhet i rrojmë relacionet e miqve, pavarësisht paragjykimeve ose politika globale që ndodhin, ne miqt edhe interesat ushtarake, politike dhe sociale duhet i kem parasysh në rend të parë. Me atë duket e ka mirë Kurti me Erdoganin, se vetëm atje ka zhvilluar më së shumti në mos gaboj vizita zyrtare se në çdo kancelari tjetër. Po periudhën e fundit marrëveshjet, veç Erdogani ka filluar mi kry marrëveshje që ka bu zotëri Kadri Veseli me Erdoganin dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndihmën e ushtrisë Kosovës. Domthonë, ne jemi në sanksionet të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve në raport me ushtrinë e Kosovës. Si pasojë e raporteve jo është mira që janë ndërtuar periudhën e fundit, sepse në vitin 2018 është një marrëveshje mes Kadri Veselit dhe SBA-ve dhe mes Kadri Veselit dhe Turqisë për ngritjen e kapacitetit të ushtrisë Kosovës, që ka qenë duke u zbatuar. I keni pa në drejtim të Kosovës në vitin 2021-2022 në ardhën shumë mjete të blindume, po i kanë stagnuar si pasojë disa ngecje politike, po me Turqinë ka vazhduar ende sepse nuk ka kriju bariera politike Turqia mes Kosovës, po që ky relacioni politikës tonë po ndikon direkt edhe tek zhvillimet e kapaciteteve dhe të ushtrisë, sepse Kosova ka qenë një ushtri me kapacitete të ulta duke u rritur. Ne jemi si shtet i ri me ushtri të re, po pavarësisht vullnetit mirë, po